Më thuaj të flas për ankthin dhe çdo qelizë imja dridhet, ka shumë emocione. Jo se e kam frikë. Thellë në qenien time, ankthi është ai miku i ngushtë i imi, po kur ti vuan nga ankthi, është si ai armiku që unë jam gati ta luftoj. Prandaj jam shumë gati të të ndihmoj ty ta luftosh. Kam emocione sepse sot do kthehem 5 vite mbrapa. Do me thënë, seminari i fundit që unë kam folë me detaje për gjendjen time ka qenë në vitin 2021, kur kam qenë në Vjenë. Aty kam folë me detaje, por jo të gjitha detajet. Sot dua t'i ndaj me të gjithë ju. Dhe jo vetëm, por shumë persona do e marrin të regjistruar, do me thënë nuk janë këtu live, nuk kanë mundësi, edhe për ty që do e ndjekësh më vonë të ruajtur, dua që të ndaj të gjitha këto detajet që ty do të ndikojnë jo vetëm të bindjet e tua, po në zemër mbi të gjitha. Se një nga aspektet e ankthit është edhe zemra, kur e kemi zemrën të mbyllur. Kështu që do flasim jo vetëm për mendjen, do flasim për zemrën, për emocionet, për përditshmërinë, për gjithçka. Por dua ta shoqëroj me shembuj real që ti të kesh mundësinë ta kuptosh pak më mirë në përditshmërinë tënde, si ta bësh ndryshimin, si ta menaxhosh ankthin, sepse teorinë e dim që ka shumë, por unë dua të të ofroj atë teorinë e bukur të shoqëruar me diçka nga jeta ime. Çfarë bëra? Çfarë ndodhi? Si ndryshova unë?